Mirë se erdhët të dashur jorë në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Kësaj radhe të dashur ujor, kam zgjedhur një temë çfarë duhet të ndryshojmë tek vetja që jeta jote të ecë përpara. Kur them jeta jote mendoj synimet, dëshirat, qëllimet në përgjithësi, jo vetëm të ndara, jo vetëm në përgjithësi. Ndonjëherë nuk është fati që na pengon të dashur jorë, por zgjedhjet, reagimet dhe mënyra si e përballojmë jetën. Le të shohim çfarë mesazhi kanë letrat për ju. Fillojmë me peshën e ajrit. Kjo letër hap leximin e juaj me një energji goxha të fortë. Më duket sikur kohët e fundit ke qenë në situata ku ke ndjerë nevojën të mbrosh veten, idetë e tua ose vendimet e tua. Nuk të pëlqen kur dikush të nënvlerëson ose përpiqet të tregoj si duhet të jetosh. Je njeri që vlerëson lirinë dhe kur dikush përpiqet ta kufizoj, ta them ashtu, atë reagimi yt është i menjëhershëm. Por kjo letër të bën një pyetje të rëndësishme ujor. Apo lufton për gjërat që kanë vërtet rëndësi, apo je lodhur duke u përfshirë në betejat që nuk të çojnë askund? Sepse ndonjëherë nuk është kundërshtari ai që të lodh. Të lodh fakti që nuk arrin të lësh pas një debat, një padrejtësi apo një situatë që ka mbaruar. Vazhdon të rikthesh në mendje, vazhdon të mendosh se çfarë duhet të kishe thënë ose bërë ndryshe. Ky letër të kujton se jo çdo luftë duhet fituar, ujor. Ka raste kur largimi është zgjedhja më e zgjuar, jo sepse humbet, por sepse zgjedh të mos harxhosh më energji për diçka që nuk të sjell asnjë dobi. Dhe pikërisht futet letra tjetër këtu të dashur, shtatshi i zjarrit. Tregon forcën tënde më të madhe. Kur beson të një ide ose të një ëndër, nuk dorëzohesh lehtë. Ke këmbgulje dhe gati të luftosh për atë që mendon se është e drejtë. Pikërisht kjo të ka ndihmuar shumë herë në jetë. Por çdo forcë ka edhe hijen e saj, ujor. Ndonjëherë vazhdon të luftosh edhe kur beteja ka marrë fund. Mban gjallë situata që duhet t'i kishe lënë pas. Përpiqesh të provosh njerëzve se kishin gabim, kur në fakt ata kanë vazhduar jetën e tyre. Pyet veten, për kë po lufton sot? Për veten apo për egon? Sepse janë dy gjëra krejt të ndryshme, ujor. Ky letër të kërkon në fakt të bëhesh nuk të kërkon të bëhesh në fakt më i dobët. Përkundrazi, të kërkon të bëhesh më i zgjuar në zgjedhjen e betejave. Jo çdo sfidë meriton kohën tënde, jo çdo provokim meriton përgjigjen tënde. Kur ta kuptosh këtë, do të ndjesh se ke shumë më tepër energji, ujor, për gjërat që kanë vërtet rëndësi. Gjashi i ajrit, ajër, kemi të gjitha ajër këtu dhe këtu, që në fakt të tregon shenjën tuaj, pasqyron dhe përfaqëson ju. Gjashta ajrit flet për ndryshim të mbrëmshëm. Më duket sikur një pjesë e jote ja di shumë mirë se duhet të ecë përpara, ndërsa një pjesë tjetër vazhdon të kthej kokën pas. Mund të jetë një zhgënjim, një person, një mundësi e humbur ose thjesht një version i vjetër i vetes që nuk dëshiron ta lësh. Shpesh themi të gjithë se duam ndryshim, por në të njëjtën kohë mbajmë gjithçka që na lidh me të kaluarën. Dhe kjo krijon konflikt. Nuk mund të kërkojmë ndryshime nëse ne nuk ndryshojmë. Nuk mund të presim rezultate ndryshe nëse ne veprojmë njësoj.
Ky letër të thotë se është koha të pranosh se jo gjithçka që ka qenë pjesë e jetës tënde ujor duhet të vazhdojë të jetë edhe sot. Disa gjëra kanë ardhur vetëm për të mësuar diçka, jo për të qëndruar gjithmonë. Kur pranohet kjo gjë, historia fillon të ndryshojë, gjërat fillojnë të ndryshojnë. Letra tjetër është qielli dhe toka. Kjo flet për ekuilibrin, por jo atë ekuilibër që përmendim shpesh pa menduar. Flet për përputhjen mes asaj që thua dhe asaj që bën. Është e lehtë ujor të thuash se familja është prioritet. Është e lehtë të thuash se shëndeti, qetësia apo lumturia janë të rëndësishme. Por a e tregon jeta jote këtë? Sepse zgjedhjet e përditshme tregojnë gjithmonë të vërtetën. Nëse dëshiron një jetë tjetër, duhet të fillosh të jetosh sipas vlerave që thua se ke, jo sipas zakoneve që ke krijuar. Kjo letër të kujton se njeriu nuk humbet rrugën brenda një dite. E humbet pak nga pak. Sa herë që neglizhon atë që ka më shumë rëndësi. Dhe na vinë zgjedhjet. Kjo letër nuk flet për fatin, është letra 0. Flet për përgjegjësinë. Çdo ditë zgjedh. Çdo ditë është një përgjegjësi. Zgjedh nëse do të ankohesh apo do të veprosh. Nëse do të falësh apo do të mbash inat. Nëse do të provosh edhe një herë apo do dorëzohesh. Shumë njerëz presin që jeta t'ju japi një mundësi të madhe. Por jeta ndryshon nga zgjedhjet e vogla ujor, që përsëriten në fakt çdo ditë. Unë nuk do ta bëja pyetjen vetëm çfarë dua. Do të pyesja çfarë po zgjedh çdo ditë që më largon nga ajo që dua. Dhe këtu është ndryshimi, sepse aty fshihet përgjigjja. 4 shi i tokës flet për atë njeri që mban fort. Siguria, kontrolli, krenaria. Mund të jetë dhe frika nga ndryshimi ujor. Ndonjëherë kemi aq frikë të mbasim atë që kemi, sa nuk guxojmë të ndërtojmë atë që mund të kemi nesër. Kjo letër nuk të thotë të rrezikosh pa menduar. Të thotë të mos bëhesh rob i sigurisë. Sepse nëse çdo vendim merret vetëm nga frika për të mos humbur, shumë mundësi ujor do të kalojnë para syve tu, pa i prekur kurrë. Ka ardhur momenti të pyesësh veten çfarë po mbaj kaq fort, sa nuk po lë vend për asgjë të re. Ujor, të 6 letra tregojnë historinë e një njeriu të fortë, absolutisht të një personi të fortë, por që në disa momente shpërdoron forcën tënde. Lufton aty ku nuk ja vlen. Mban situata të gjalla sipas që duhet të kishe lënë pas. Dëshiron ndryshim, por gjithmonë je gati të ndryshosh por jo gjithmonë je gati të ndryshosh zakonet që të kanë sjell deri këtu. Dhe mbi gjitha ndonjëherë ngatron sigurinë me përparimin. Mesazhi i këtyre letrave është i qartë. Nuk ke nevojë të bëhesh një tjetër njeri. Ke nevojë të zgjedhësh ndryshe. Të mos harxhosh energji duke fituar debate që nuk ndryshojnë jetën tënde. Të mos mbash pas vestes gjërat që kanë përfunduar misionin e tyre. Dhe të mos kesh frikë ujor të lësh diçka të njohur, kur e di se nuk të çon më përpara. Sepse, të dashur ujor, jeta nuk ndryshon kur ndryshojnë rrethanat. Jeta ndryshon kur ndryshojnë zgjedhjet që bën çdo ditë.